Erion Velia i shehoi vetëm për pak minuta diellin e Tiranës, ndërsa mbërriti me pranga në duar në gjykatën administrative, ku këtë 3 korrik ishte përcaktuar seanca e radhës së gjyqit që kryebashkiaku ka hapur ndaj prokurorit të SPAK, Olc Dado, që e hetoi dhe e çoi në qeli. Edhe pse me çdo gjasë e dinte se avokati Plaren Dreca, që kishte zgjedhur ta përfaqësojë, nuk do t'i uli në krah këtë të premte, Velia nuk e humbi mundësinë për një xhiro jashtë paraburgimit të Durrësit, ku mbahet prej shkurtit të vitit kaluar. Forcat operacionale të policisë së Burgjeve e shoqëruan me pranga në duar deri në sallën e gjyqit. Velia e mbante me vete përveç dokumentave dhe një libër të autorit Miguel Angels, që trajtojnë historinë e një sundimtari absolut, i cili mban pushtetin përmes frigës, dhunës, spionimit dhe manipulimit. As mbështetësit e tij nuk ja kursyen një shfaqje besnikërie. Ndryshe nga seancat penale në GKKO, ku Velia i ka zgjedhur të mos jetë i pranishëm për t'i dëgjuar akuzat e ngritura nga SPAK për korrupsion, fshehje pasurish, përdorim të tyre dhe vepra të tjera penale në gjykatën administrative, ai u paraqit personalisht. Velia i kërkon gjykatës administrative të shfuqizojë dekretin e presidentit të Republikës për emërimin e Olc Dados prokuror. Seanca e radhës u caktua me datën 24 korrik në orën 9. Gjykata pritet të vendosë nëse do të pranojë si palë në proces shoqatën Asociacioni Kombëtar i Medias dhe i Drejtësisë.